Një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare, Durim Bami, pritet të ekstradohet këtë të enjte nga Emiratet Arabe. Autoritetet i kanë dhënë fund shpresës për liri një prej personazheve më të fuqishëm të botës së krimit, që dominonte bandat kriminale në Nikël dhe Fushkruj. Në masa të forta sigurie, ai pritet merret nga forcat policore në Rinas e më pas të përcillet për në Qeli, ku do t'i komunikohen akuzat e ngritura më herët nga prokuroria e posaçme. Durim Bami ishte arrestuar nga autoritetet në Dubai, ku Interpol Tirana kishte nisur procedurat dhe kishte përcjell dosjen e SPAK në lidhje me krimet për të cilat akuzohet, në mënyrë që gjykatat atje të jepnin dritën jeshile për ekstradimin e tij në vendin tonë. Ishte prokuroria e posaçme që shpalli në kërkim Durim Bamin në kuadër të dosjes Revanshi, i akuzuar për kultivim të parcelave të drogës në zonën e Fushkrujës. Ai akuzohet edhe si personi që porositi disa herë vrasjen e ish deputetit socialist në Lezhë, Arben Ndoka. Lufta mes Bamit dhe Ndokës kishte nisur pasi i forti Niklës dyshonte se ish deputeti kishte kërkuar ta eliminonte. Ndërkohë nga ana tjetër Ndoka dyshonte se Bami ishte një ndër personat e përfshirë në vrasjen e vëllait të tij Aleksandr Ndoka. Sipas dosjes voluminoze, Durim Bami akuzohet gjithashtu edhe për sigurimin e kushteve për të vrarë dy miq të Ervis Martinajt, Erigers Mihasin dhe Tori Xhaxhukën. Sa i takon aktivitetit kriminal të Bamit, SPAK argumenton në dosje se përveç atentateve dhe vrasjeve ku faktohet si përfshirë, kishte rol të madh edhe në kontrollin e parcelave të drogës të kultivuara nga Bregdeti i Adriatikut deri në malsinë e Krujës. Madje në disa raste kishte siguruar edhe mbështetjen e uniformave blu.